Kanë mbetur edhe disa orë për të kuptuar se kush dhe me cilat ministri do të udhëheqin partnerët e koalicionit, VMRO, Vlen dhe Znam. Megjithatë, Ministri i Ekonomisë dhe Punës, Kuadri i Vlenit, Besar Durmishi, është treguar i kujdesshëm, duke mos shpalosur detaje para kryeministit dhe bashkëkryetarëve të Vlenit. Durmishi nuk dha ndonjë emër konkret se kush do të përfshihet në rikonstruimin e qeverisë, madje ai nuk foli as për fatin e tij se a do të ngelet ministër në këtë dikaster. Shumë shpejt do të dalin bashkë kryetarët e Vlenit, edhe do ta kumtojnë edhe për ndryshimet e resoreve, po ashtu edhe për emrimet e reja, po ashtu edhe për shkarkimet që do t'i forcojmë kapacitetet tona në 2 vitet e ardhshme të arrijmë të përmbushim gjithë plan programin cilën e kemi premtuar para qytetarëve. Me rikonstruim, pa rikonstruim, vlenin e qeverin nuk ka takat, kështu deklaroi sekretari i përgjithshëm i BDI-s, Arber Ademi, i cili komentoi rikonstruimin e qeverisë pas 2 viteve nga marrja e mandatit e kësaj qeverie. Me rekonstruim, pa rekonstruim, vlenin qeverin nuk ka takat. Janë pa takat, nuk kanë potencë, vete thonë, vete promovojnë, janë kultukofak, cilët nuk e kanë mbështetjen e popullit, po janë aty për të realizuar interesa të tyre. Ademi madje tha se disa emra për ministra si Kuadrë të Vlenit propozohen drejt për drejt nga kryeministri Kristian Miskoski, ndërsa tha se gjendja e shqiptarëve çdo ditë më shumë bëhet më keq.